Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë letrën të radhës. Letra e sotme është një letër vërtet e dhimbshme, është një letër goxha e sikletshme që një nën e ka shkruar kundër drejtnuses së saj. Por në momentin që ju do të dëgjoni rrëfimin se çfarë ka kaluar kjo nën dhe pse është kaq shumë falënderuese ndaj nuses së saj, më besoni që do të habiteni nga ajo shkrim dhe nga ajo dhimbje që në fakt kjo nën po përjeton në këtë letër. Kjo nuse ka bërë një vepër që rrallë në fakt e bëjnë ditët e sotme. Bia ime, nusja e djalit tim. Sot po ta them këtë letër me zemrën në dorë. Nuk e di nëse fjalët që do të them mund ta shprehin atë që kam në shpirt, sepse realisht ka disa dhimbje që nuk tregohen dot me fjalë dhe ka disa mirënjohje që janë aq të mëdha sa që edhe një jetë e tërë nuk mjafton për t'i thënë këto gjëra. Ti hyre në shtëpinë time si nusja e djalit tim. Por sot, pas gjithë atyre viteve, nuk të shoh më vetëm si nusen e djalit tim, por të shoh si vajzën time, si dhuratën më të çmuar. Dhe këtë gjë nuk po ta them sepse djali im nuk është më këtu mes nesh. Po ta them sepse ti ma ke treguar me vepra, me durim, me sakrificë dhe me dashurinë që ke pasur për këtë familje. Kur djali im iku nga kjo botë, një pjesë e zemrës sime u varos bashkë me të. Nuk ka dhimbje më të madhe për një nën se sa realisht të humbas fëmijën e saj. Të zgjohesh në mëngjes dhe për një çast të mendosh se ai është aty, pastaj të kujtohet se nuk do ta dëgjosh më zërin e tij, nuk do ta shohësh më duke hyrë nga dera, nuk do ta dëgjosh më duke thënë nën. Por me sa asaj dhimbjeje të madhe, ishe ti. Ti qëndrove, ti nuk e mbylle derën dhe ti nuk ike. Ti nuk the kur tani që ai nuk është më, kjo shtëpi realisht nuk është e imja. Jo, ti qëndrove bina atë shtëpi. Qëndrove aty ku dikur ai kishte qeshur, ai kishte folur dhe kishte ëndërruar. Qëndrove aty mes kujtimeve të tij dhe unë e di sa vështirë ka qenë për ty. Sepse ti në thelb nuk e humbe vetëm burin tënd. Ti humbe njeriu me të cilin kishe ndërtuar jetën, njeriu me të cilin ti realisht kishe plane, ëndra dhe një të ardhme. Dhe ndërsa ti po përjetoje dhimbjen tënde, kishe edhe një jetë tjetër që në të vërtet po rinte brenda teje.
vajzën e tij. Vajzën që ai nuk pati mundësi ta mbajë në krah. Vajzën që erdhi në këtë botë me një pjesë të tij në të. Dhe ndoshta Zoti në mes të dhimbjes son na la një dhuratë. Na la një vajzë. Një fëmijë që sot sa herë që e shoh, më duket sikur shoh pak nga djali im. Shikoj sytë e saj dhe kërkoj tek ata sytë e tij. Shikoj buzëqeshjen e saj dhe më duket sikur ai në thelb po më buzëqesh përsëri. E përqafoj atë dhe më duket sikur po përqafoj një pjesë të djalit tim që mua realisht më ka mbetur. Por dua të them diçka, bija ime. Ajo vajzë nuk është vetëm besa ime. Ajo është edhe forca jote. Sepse ti ke kaluar në për një dhimbje që vetëm një nën realisht mund ta kuptoj. Ti ke lindur një vajzë pa praninë e babait të saj. Ke qarë netët kur askush në të vërtet nuk të ka parë. Ke buzëqeshur përpara vajzës kur ndoshta zemra të është të coptuar. Ke qenë nën dhe baba në shumë momente. Ke mbajtur mbi supe një barë që nuk ka qenë kur e lehtë. Dhe megjithatë, ti ke qëndruar. Prandaj sot unë dua të të them nga zemra, faleminderit. Faleminderit që nuk dole nga dera e kësaj shtëpie. Faleminderit që nuk e harove djalin tim. Faleminderit që nuk e harove familjen e tij. Faleminderit që i dhe vajzës së tij dashurinë të cilën e meritonte. Faleminderit çdo ditë e rit me dashuri. Faleminderit që edhe pse vet ishe e thyer nga dhimbja, gjete forcën të bëhesh e fortë për të. Faleminderit që zgjodhe të qëndrosh. Ndoshta dikush mund të mendojë se të qëndrosh në atë shtëpi ishte diçka e zakonshme, por unë e di që në të vërtet nuk ishte. Sepse çdo cep i asaj shtëpie të kujtonte atë. Çdo dhomë kishte kujtimet e tij. Çdo mëngjes mund të kujtonte mungesën e tij. Edhe ti prap zgjodhe të hapje syt çdo ditë edhe të vazhdoje për veten, për vajzën edhe për kujtimin e tij. Të dua fort nëna jote e dytë.